Ja dolëm Julian Sheu që ishte ndeshja dytë me Andorrën kur ju debutuat dhe ndeshjen e parafundit të dytën nga fundi ju arrini që të siguroni, e kisha menduar që kur deputova ditë kundër Andorrës mund kishim kapur të vendin e dytë. Edhe me ty protagonist me gjitha. Them drejtën, ndeshjen e parë, që nga ndeshja e parë nuk e kisha menuar që do jemi këtu sot, e disha që do ishte shumë e vështirë. Ka qenë një rrugtim personalisht për mua super i bukur, nuk di ta përshkruaj me fjalë. Falenderoj gjithë ekipin se pa ekipin as unë dhe asnjë nuk do ishim sot këtu ku jemi. Kështu që besoj e kemi merituar që të jemi këtu. Kemi bën neshe të mira, kemi bën neshe të bukura dhe tash është momenti që ta shijojmë pak këtë... I dëgjon këto burit, brava, i dëgjon, gjitha Andorra në festë do vazhdoj me orë, besoj të tëra. Faleminderit edhe tifozëve për mbështetjen se na duk sikur luajtëm në shtëpi sot, jo sikur luajtëm jashtë. E tham në koment, thjesht jemi zhvendosur në stadium tjetër, po jemi në Shqipëri. Po, edhe faleminderit gjithëve, ishte arritje, besoj, një nga më të mëdha në historisë futbollit shqiptar, kështu që le ta shijojmë. Peço ka të pjesën tekniko-taktike tani të... Nga ne me komplimentu të diskutohet fare dhe shumë i vërtet këta Juliani që është një arritje me madhe ndoshta e futbollit shqiptar. Në eliminatorët e kampionatit botror të dytët mbas Anglisë kemi shanse për të kualifikuar një botror, shëndra e gjithë shqiptarëve. Komplimente një nga ana ime. Në pjesën e parë desha dia pak u vut pak më shumë në vështirësi, pse me aq shumë topa të gjatë, pse nuk luanin topin më shpejt pak, për të mos i lënë të zhvendoseshin lojtarët e Andorrës dhe për të krijuar hapësira përpara. Shiko, unë mendoj që kur lu me ekipe që në letër janë më dobta se ne, është gjithmonë ajo presioni dhe trysnia që ta zhbllokosh rezultatin sa më shpejt dhe kjo rrjedhimisht e fut pak ekipin presion për të bërë gol sa më shpejt dhe bëjmë gabime të thjeshta ndonjëherë dhe normal futemi edhe pak në presion me veten, po që pjesën e dytë normalisht edhe hapësirat ishin më të mëdha dhe shfrytzuam më mirë hapësirat. Edhe bëm shumë mirë nga krahët sepse ato në qendër janë ekip që rrin shumë mirë mbrapa. Bëm edhe disa ndryshime taktike pjesën e dytë që trajneri na i tha dhe çdo gjë shkoi perfekt. Jera, mikrofonit lutem. Më mbetet vetëm me të uru dhe me të përgëzu, domethënë, sepse ishte një djalë që erdhe që në momentin e parë, unë kam qenë pro që ti t'jesh pjesë, sidomos e kombëtares, por edhe e formacionit bazë, gjatë cilën e ke fituar me mund dhe me djerës, kështu që të uroj suksese edhe më të mëdha edhe shpresojmë që të shkojmë edhe në botror. Shumë faleminderit për fjalët e mira. Kjo është ëndra jonë që të shkojmë botror, tani të fokusohemi fillimisht e neshja me Anglinë, pavarësisht se kjo është një neshje që le ta shijojmë, le të luajmë, pavarësisht rezultatit, pavarësisht gjithave, po që fokusin tani e kemi në play-off, të bëjmë maksimumin për atje dhe pse jo ta realizojmë atë ëndrën që kemi të gjithë, ta bëjmë mundur për gjithë ne, për gjithë shqiptarët. Të lumt goja, Julian Sheu. Shumë faleminderit. Urime Julian Sheut. Tani me